Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtare, ju e dini shumë mirë që është një fragment në historinë islame ku profeti i Zotit Muhamedi a.s. u shkrua nga një mesazh, dhe nga një mesazh informues por dhe ftues për të pranuar islamin dhe për të njohur minimumi këtë fe të madhërishme, fenë islame. E dërguari i Zotit lartësuar u shkrua nga një mesazh dhe nga një letër të gjithë superfuqive të kohës apo mbretërve dhe njerëzve me influencë që ishin në atë periudhë. Dhe për të mos u zgjatur në detaje, reagimet e këtyre njerëzve, pra këtyre njerëzve të cilët ishin me pushtet dhe influencë në atë kohë, ishin të ndryshme. Mirë po, ai fragment që është edhe ndoshta më interesanti dhe i mbushur me dobi dhe përfitime është momenti kur mbreti dhe Qezari i madh, ai mbreti dhe perandori i Bizantëve, merr në dorë shkresën që i kishte ardhur nga i dërguari i Zotit lartësuar. Një shkresë që informonte me parimet e islamit, por njëkohësisht dhe ftonte që pse jo të pranonte fenë e Zotit lartësuar, sepse në këtë fe është shumë komod dhe njeriu i thjeshtë dhe modest, por njëkohësisht është shumë komod dhe ai i cili është udhëheqës apo njeri me pushtet, dhe që të gjithë në fund të herës janë robë të Zotit lartësuar dhe nuk janë krijuar për qëllim tjetër veçse për të adhuruar Zotin e gjithësisë. Në këtë moment, duke që mori këtë letër, ju e dini shumë mirë që Qezari i asaj kohe ishte një njeri shumë i mençur dhe ishte një njeri i lexuar dhe njohës shumë i mirë i fesë së krishtere. Dhe dinte se çdo të thotë profet, njeri që e përzgjedh Zoti dhe dërgon me mesazh të qartë për gjithë njerëzimin. Prandaj nuk veproi rëndom siç mund të kishte vepruar dikush tjetër, ta merrte dhe ta griste apo ta injoronte këtë letër, mirë po dërgon delegatët e tij dhe i shpërndan në vend dhe thotë më gjeni dikë prej njerëzve që e njeh dhe ka kontaktuar këtë person. Dhe këta njerëz që dërgoi Qezari gjetën pikërisht Ebu Sufjanin, njërin prej njerëzve më me influencë në Mekë në atë kohë dhe njërit prej njerëzve njohës më të mirë të dërguarit të Zotit lartësuar, pse jo edhe prej familjarëve të dërguarit të Zotit lartësuar. Vjen në pallatin mbretëror, pallatin e Qezarit, dhe qëndron përballë fronit të tij. Dhe pas tij rreshton njerëzit që e shoqëronin Ebu Sufjanin. Ebu Sufjani në ato momente ishte pabesimtar, prej njerëzve më armiqësor me dërguarin e Zotit lartësuar. Ta dëgjoni me vëmendje dhe pastaj inshallah Zoti gjatë fjalimit do ta kuptojmë bashkarisht dhe do ta nxjerrim edhe se cila është tema që ne do të përpiqemi të shkëpusim dhe të përfitojmë sot. Në këtë moment i bëri disa pyetje, i drejtoi disa pyetje që janë tregues i njeriu me njohuri të thella. Prej tyre ishte prejardhja e dërguarit të Zotit lartësuar. Ky njeri që pretendon se është profet dhe i gjen guximin në një moment dhe fton mbretërit, njerëzit më me influencë dhe më me pushtet të botës, i fton të përfshihen apo të përqafojnë fenë e tij. Kush është ky njeri? Madje ky njeri vjen nga gadishulli arabik, që gadishulli arabik dhe arabët në ato momente nuk ishin fare, perandorit e kohës nuk i merrin fare në konsiderat. Thot, kush është ky njeri? Dhe pyet Ebu Sufjani dhe e pyet rreth prejardhjes së dërguar të Zotit lartësuar. Mos vallë prej të parëve të këtij njeriu ka patur njerëz të cilët kanë qenë mbretër dhe ky njeri tashmë kërkon mbretërinë e të parëve të tij, apo njerëz që kanë patur interesa të caktuar dhe ky na ka dalë tani dhe kërkon interesat apo kërkon diçka që i ka humbur apo i është marrë me kalimin e kohës. Dhe prej pyetjeve ishte ky njeri gënjen, ka gënjur ndonjëherë? Jo. Abu Sufjani përgjigjej, jo. Pas vetës së tij ishin rreshtuar shokët që e shoqëronin. Madje udhëzimi për ata ishte, nëse ky gënjen, ju do ta përgënjeshtroni. Dhe ishte urdhër prej Qezarit. Thot, ka gënjur ndonjëherë ky njeri. Në 40 vjet, kur ishte në moshën 40 vjeçare i erdhi shpallja. Për gjatë 40 viteve. Nuk ka qenë ky njeri në ndonjë rrethan, në ndonjë situatë, nuk i ka diktuar ndonjë situatë e caktuar. Pra,
ta vendosin në vështirësi, interes, përballë një interesi shumë të madh dhe në një moment caktuar të ketë gënjur, ka gënjur ndonjëherë ky njeri, keni njohur gënjeshtër? Jo. Po mashtrim? Jo. Po tradhti? Ka tradhtuar ndonjëherë? Jo. Absolutisht jo. Në fund, pasi përfundon gjithë diskutimi dhe pastaj Cezari shpjegoi se pse pikërisht i drejtoi këto pyetje dhe çfarë ishin këto përgjigje deri ku e orientonin tek madhështia e këtij njeriu, saqë në fund të këtij diskutimi, të këtij pyetësori, ju e dini shumë mirë që ka thënë fjalën e famshme, pushteti i këtij njeriu do të arrijë aty ku janë këmbët e mia sot, pra influenca, feja e këtij njeriu, dhe nëse më bëhet risk, unë do bëj maksimumin për të atakuar dhe kur të jem pranë ti do t'i laj dhe këmbët. Edhe pse në fund nuk e pranoi Islamin. Dhe dini se çfarë u bë sebeb që nuk e pranoi Islamin, pra një njeri të dalë kjo dëshmi për një njeriu të tillë. Dhe dini se çfarë u bë sebeb dhe nuk e pranoi Islamin, u bë pikërisht pushteti. Dhe u bë pikërisht karrigja. Sepse në momentin kur e pa dhe e kuptoi që do t'i rrezikojë pushteti dhe karrigja dhe influenca që kishte tek njerëzit, atëherë i dha prioritet pikërisht kësaj karrigjeje dhe pushteti në dëm dhe në kurriz të kujt, të vërtetës dhe humbi e këtë botë, por njëkohësisht dhe botën tjetër, mirë po nuk është kjo tema jonë. Në këtë moment, çfarë thotë Ebu Sufjani? Thotë, pasha Zotin, isha në një situatë të tillë që nëse nuk do të ishte vetëm se sikleti që shokët e mi do ta kuptonin që unë kisha gënjur, unë do gënjeja. Interesi i Ebu Sufjanit, i këtij njeriu që ishte prej armiqve më kryesor të dërguar të Zotit lartësuar, ishte që të rrëzoi krejtësisht dhe tërësisht figura e dërguar të Zotit lartësuar përpara kujt? Përpara njeriut më të fuqishëm në tokë në ato momente. Mirë po kishte një problem. Pra, më shkoqur akoma, interesi i Ebu Sufjanit ishte ta nxinte figurën e dërguar të Zotit lartësuar. Të thoshte është i tillë dhe i këtill dhe ka bërë këtë gjë dhe ka bërë atë gjë në mënyrë të tillë që të ndikonte tek opinioni i njeriut më të fuqishëm në tokë në atë moment që ishte Cezari. Mirë po kishte një problem, interesi shumë i madh, mirë po e pengoi një problem i vogël, por që nuk është aq i vogël. Tha, shokët e mi do ta kuptonin që unë gënjeva. Do ta kuptonin që unë gënjeva. Jo do ta përgënjeshtronin sepse nuk ishin shans dhe nuk e kishin kur guximin ta përgënjeshtronin përballë apo në prezencën e Ebu Sufjanit. Asnjëherë, se për influenca dhe madhështia e Ebu Sufjanit. Mirë po thjesht do ta kuptonin që u gënjeva. O Zoti i madh, sa e madhështore. Do ta kuptonin që unë gënjeva. Dhe kjo e pengoi që pikërisht të gënjente apo të shtonte diçka në përshkrimin që i bëri të dërguarit të Zotit lartësuar. Disësh do të thotë kjo? Do të thotë që janë disa parime, janë disa morale, të cilat nuk blihen në treg dhe të cilat nuk në kurriz të këtyre parimeve dhe në këtyre të moraleve absolutisht ti nuk mund të shkelësh apo nuk mund të vendosësh diçka. Dhe kjo është fisnikëria, dhe kjo është digniteti, dhe këto janë parimet e larta morale, dhe këto janë të qenurit i qëndrueshëm në besueshmëri, ti je i besueshëm. Nëse e fyen një herë, nëse e fyen dy herë, njerëzit nuk të falin. Thonë, ky nuk është i besueshëm. Ky është gënjeshtar. Unë e di që ky është gënjeshtar. Dhe kjo është ajo, ky është ndoshta një prej virtyteve më madhështore që duhet të qarkullojë mes njerëzve dhe që fatkeqësisht mungon sot. Që në momentin kur duam të ndërtojmë një tregti, e kemi të vështirë për të gjetur një njeri të tillë. Në momentin kur duam të bëjmë një krushi, e kemi shumë të vështirë për të gjetur një njeri të tillë. Në momentin kur duam të përzgjedhim një shok në krah dhe vëlla, e kemi shumë të vështirë për të gjetur një njeri të tillë, sepse i dërguari i Zotit lartësuar na ka lajmëruar dhe na ka thënë që sa më shumë të kalojnë kohrat, aq më e vështirë do të jetë për të gjetur njerëz të tillë dhe në momentin kur jemi të detyruar të vemi tek kutitë e votimit,
e kemi jashtëzakonisht të vështirë për të gjetur njerëz të tillë. Njerëz që kanë kredibilitetin, dhe njerëz që kanë integritetin, dhe njerëz që kanë parimet morale, dhe njerëz që janë të qëndrueshëm dhe stabil pikërisht në këto norma dhe në këto morale. Jo, nuk mund të gënjej, nuk mund të mashtroj, nuk mund të tradhtoj. Pse? Cila është arsyeja? Do vesh në burg? Jo, fare nuk dua t'ja di. Ose kjo është e fundi ndoshta në herë, në radhë, burgu apo do humbasësh diçka prej pasurisë? Jo, do humbasësh klientel? Ti nuk gënjen se humbet klientel? Jo, po nuk. Problemi është njerëzit ta dinë, dhe njerëzit ta kuptojnë, dhe njerëzit janë të bindur që unë jam gënjeshtar. Pavarësisht se nuk e thon dot, nuk e thon dot se unë jam njeri me pushtet, nuk e thon dot se unë jam njeri me influencë, nuk e thon dot sepse kanë interes. Çrëndsi ka, ata e dinë që unë jam gënjeshtar, ata e dinë që unë jam mashtrues, ata e dinë që unë kam humbur integritetin dhe kredibilitetin dhe besueshmërinë, këtë pasuri që nuk blihet me lek. Shikoj sot hebrejnë, më saktë, shikoj sot sionistët, qifutët, kriminalët. Gjithë bota a di se kush janë, askush nuk guxon të flasi, ose një pakic. Askush nuk, një pakic guxon. Mirë po gjithë dunjaja, gjithë bota a di që janë kriminala, që janë gjakatarë. Po pse nuk flasin? Sepse kanë pushtetin, kanë influencën, kanë lekun, dhe pjesa tjetër ka interesin, ose janë të dobët, mirë po të mjafton si njollë. Ti o pushtet gjakatar, ti o njeri të mjafton si njollë, që njerëzit e dinë se kush je ti. Pavarësisht se kanë fuqinë e reagimit apo jo, njerëzit e dinë. Madje sot po marrin guximin edhe reagojnë dhe po flasin se kush je ti. A jetohet në të formë? Jetohet të ushqen të shijon trapezi, të shijon ushqimi, të shijon shtrati, pushteti, fuqia. Pasha Zotin e gjithësisë nuk më shijon as edhe një minutë, as një çast në këtë jetë, ku të tjerët e dinë se kush janë, pavarësisht se nuk guxojnë dot që ta thonë apo ta flasin. Ky është të qenurit i besueshëm. Për këtë arsye, ky e dini atë rastin e lezetshëm, dhe është dhe për të qeshur. Në momenti kur del njeriu i famshëm, po përkeq, Musailem el-Kedhabi, profeti i rrem, doli në periudhën e profetit alayhis salam, në fund të kohës, kur i dërguari i Zotit lartësuar ishte në fund të jetës së tij. Dhe pretendoi se ishte profet, madje i dërgoi një shkresë të dërguar të Zotit lartësuar dhe e fton që ta ndanin tokën e Zotit në dy pjesë. Një pjesë sundoi e tij me fen tënde, pjesën tjetër unë me besimin tim dhe me fen time. Në këtë moment, dhe unë po shkëpus një fragment, përballet me Amr ibn Asin. E dini se kush ishte Amr ibn Asi? Një prej njerëzve më të zgjuar, më të kthjellët, më të mençur që ka parë toka. Në ato momente ishte pa besimtar, por më vonë pranon Islamin. Dhe i thot, shok bashkë qytetarit tënë, pra të thot Muhammedit a.s. Çfarë po ndodh me të? I shpallet prej Zotit, i vjen me leku, po i thot, i vjen me leku, dhe herë pas here në mënyrë periodike i sjell pjesë nga Kurani, nga mesazhet, nga drita hyjnore se si njerëzit duhet jetojnë. Tani u gjet në siklet, sepse profeti i dërguar i Allahut, Muhamedi a.s. edhe ky pretendon se ishte profet. E po ti me çfarë na vjen? Thot, po edhe mua më shpallet prej Zotit. Thot, po çfarë të shpallet? Në ato momente përpiloi një që e quajti sure në lidhje me elefantin, se duke qenë se ka një sure në Kur'anin famullar që është surja e elefantit El Fil. Edhe ky thot, përpiloi diçka rreth elefantit, ka një bish të shkurtër, por një hund të gjatë dhe bën këtë dhe bën atë. Në këtë moment e reagon Amr ibn Asi dhe thot, o Musailem, ti e di që unë e di që ti e gënjeshtar. Jo thjesht unë e di që ti e gënjeshtar, po edhe ti e di që unë e di që ti e gënjeshtar. Mjafton vetëm kjo si njollë. Dhe me këtë njollë, o vëllezër, o motra të nderuara, nuk jetohet. Nuk jetohet. Vërtet ne që të gjithë e duam pasurinë,
dhe s'ka dyshim që secili prej nesh do që të jetë i rëndësishëm në jetë. Po dikush e do dhe pushtetin, po dikush do mekanizmat të cilat e ngrejnë, e lartësojnë në këtë dunja, rënd, garro, bëj të tuat dhe të familjes tënde që të gjitha këto, por në rrugë shumë dinjitoze, në rrugë shumë të pastër, ku fokusi duhet jetë tek vlerat, dhe duhet jetë tek dinjiteti, dhe duhet jetë tek besueshmëria, sepse edhe njëre theksoj, edhe pse e përmenda shpesh, nuk jetohet me faktin që të tjerët e din, ose më saktë që ne e dim që të tjerët janë shumë të vetëdijshëm se kush jemi ne. Dhe pastaj vazhdon dhe jeton dhe krekosesh dhe del dhe flet dhe propagandon. Prandaj kjo është ajo gjë që na lipset më së shumti. Dhe pasha Zotin e gjithësisë, nëse kemi mes nesh dhe kemi elhamdulillah Zotit dhe janë të shumtë, një vëllezër dhe motra dhe besimtarë dhe bashkëqytetarë që janë parimor dhe kanë këto virtyte dhe kanë këtë ambicje në jetë, duhet i mbërthejmë fort dhe duhet i ruajmë fort si gjën më të çmuar, sepse nuk është çudi që aspekti material dhe çështja e mirëqenies të përmirësohet dita ditës, por nëse humbasin këto vlera dhe nëse humbasin këta njerëz, me të vërtet që gjithë shoqëria është në rrezik. Me të vërtet që gjithë shoqëria është në rrezik. Dhe kujdes. Fiksoje këtë gjë, të lutem shumë. Në raport me Allahun, pranohet dhe nuk e humbet as besueshmërinë, as kredibilitetin, dhe as të qenurit dinjitos edhe nëse gabon 1000 herë. Edhe nëse gabon 1000 herë. Për këtë arsye, kush ka gabuar në raport me Allahun, pa ulur kokën fare, e ka të drejtën të hyjë në atë derë apo kudo qoftë dhe thotë: "O Allah, më fal, sot jam i vetëdijshëm për faktin se kam gabuar, tani do filloj një faqe të re dhe do ndryshoj", dhe ky njeri është i nderuar dhe i respektuar. Raport me Allahun, deri kur? Derisa të vi shpirti, thot profeti i Zotit, në fyt, sepse në atë moment shikohet meleku dhe gjithë njerëzit bëhen besimtarë. Kurse në raport me njerëzit, nëse gabon 1 herë apo 2 herë, e rënove figurën tënde. Prandaj kur mos gënje, asnjëherë mos mashtro. Dhe gjithmonë shiko parimet, jo interesin, edhe nëse interesi është jashtëzakonisht i madh. Vëllezërit e Jusufit alayhis salam, bijtë e Jakubit, kërkuan ta merrnin Jusufin me vete, edhe pse kishin thurur një plan. U ajep Jakubi, edhe pse rezistoi pak, herën e parë u ajep, merreni, vetëm kujdes. Pasi realizuan planin e tyre dhe vepruan me Jusufin alayhis salam atë çfarë vepruan, erdhi momenti që të shkonin përsëri të përulur tek Jakubi alayhis salam për të kërkuar tashmë Benjaminin, vllain tjetër, sepse ishte rrethana e tij. Çfarë tha Jakubi alayhis salam? Thotë: "Jo, mos pretendoni që t'u jap Jusufin, t'u jap Benjaminin siç bëra me vllain e tij me Jusufin dhe ju të veproni të njëjtën gjë. Nuk kam për ta bërë diçka të tillë derisa ju të betoheni dhe të zotoheni me betim të madh se o do të ma sillni shëndoshë mirë ose do t'ju përfshi një rrethane të caktuar që të gjithëve juve." Çdo thotë kjo, herën e parë Jakubi alayhis salam nuk u kërkoi vëllezërve, nuk u kërkoi fëmijëve që të betoheshin. Po herën e dytë e cënuan besueshmërinë. Tani jo, nuk ndodh. E cënuan besueshmërinë. Si rrjedhoi nuk u jap vllain derisa të betoheni dhe të zotoheni se nuk do të veproni diçka të keqe apo do të bëni maksimumin në lidhje me të. Për këtë arsye, me vëllezër dhe me njerëz të cilët e kanë të besueshmëri, s'ka nevojë që të kërkosh që të betohet. Po nëse humbet këtë besueshmëri, do të na duhet të betohemi në Allahun jo 1 herë, po 100 herë. Po do të na duhet që të vemi edhe tek noteri, po mundësisht tek një noter i cili është i besueshëm, po na duhet edhe dëshmitarët, po na duhet dhe përsëri do të vazhdojmë të jemi të flëm pa gjumë. Të rrim natën pa gjumë ose mos na zë gjumi më saktë. Pse kjo gjë? Sepse është cënuar 1 herë besueshmëria. Në një prej ekspeditave, muslimanët kapën rob disa prej pabesimtarëve, të cilët i kishin sulmuar muslimanët. Mes atyre njerëzve që ishte kapur rob, ishte edhe një krye familjar
i cili kishte 5 vajza në shtëpi. Ama armiqësia ndaj Islamit dhe ndaj dërguarit të Allahut të lartësuar ishte aq e madhe sa që edhe pse kishte 5 fëmijë për të rritur, 5 vajza për të rritur dhe për të kujdesur, jo me zell shumë të madh do dilte në luftë, në betejë kundër të dërguarit të Zotit dhe kundër muslimanëve. E kapin rob muslimanët. Dhe ky njeri vjen dhe i përgjërohet dhe i lutet të dërguarit të Zotit dhe i thotë kam 5 vajza, kush do kujdeset për to? S'kam as mundësi ta kompensoj lirinë time dhe as një gjë. Më lër të lirë. Profeti alayhis salam, profeti i mëshirës, e toleroi dhe u ndikua nga gjendja e tij. Në momentin që e toleron, e mëshiroi dhe la të lirë pa kurfar kompensimi, i dhe zotohet të dërguar të Zotit. Dhe i thot, pasha Zotin, dhe t'jap fjalën, dhe t'jap besën, që kur nuk e për ta parë fytyrën time në front përballë teje. Kur, asnjëherë. Dhe ky ishte kushti i vetëm. Kontrata, pika e vetme në kontratë. Në rregullit të profeti alayhis salam dhe la të lirë. Në betejën e radhës, në ekspeditën e radhës, në armiqsinë e radhës që treguan pabesimtarët, në krye të frontit, në ballë të frontit madje, ishte pikërisht ky njeri. Deshi Zotin lartësuar u ka përsëri për të dytën herë. Shikon Muhamedi alayhis salam të njëjtën fytyrë që s'kishte kaluar shumë kohë dhe kishte dhënë Zot, e kishte lënë dhe të lirë, e kishte mëshiruar dhe e kishte dhënë dhe zotimin që kur nuk do ta shikonte fytyrën e tij përballë si armik. I kërkon përsëri të njëjtën tolerim. Dhe i thotë lutem, kam 5 vajza, më lër të lirë dhe kështu. Thot Muhamedi alayhis salam ja. E humbe besueshmërinë. Nuk mund ta pranoj i dërguar i Zotit që të dalit dikush sokakëve dhe rrugëve të Mekës dhe të tallet dhe të thot e mashtrova të dërguarin e Zotit 2 herë. Dha urdhë profeti alayhis salam dhe mbi të zbatoi masa ndëshkuese që meritonte. Po, nuk pickohet muslimani, thot profeti i Zotit, nga e njëjta vrim 2 herë rresht. Fut dorën nga kurioziteti apo nevoja në një boshllëk, në një vrim, aty të pickon akrepi apo gjarpi apo diçka, pastaj të ta provoj edhe një herë, mbase del ndryshe. Nuk pickohet muslimani. Po edhe ne nuk duhet ta bëjmë veten tonë. Nuk duhet ta bëjmë veten tonë si ajo gropa ku është enigmatike dhe njerëzit pastaj çfarë bëjnë? Ndjen shumë në siklet për të futur dorën. Por besimtari duhet të ndërtoj fort e kërkon, nuk ka fe, nuk ka islam, ai që nuk ka besueshmëri, i thotë i dërguari Zotit lartësuar. Ju e dini rastin e atij personi i cili mori borx 1000 dinar. Pa noter, pa dëshmitar, mjafton Allahu si dëshmitar dhe mjafton Allahu si garant. Unë nuk kam as dëshmitar, as noter për momentin. Shkon dhe bën tregti, rrethanat caktuara i diktuan që të pamundësonte për të kthyer borxhin brenda afatit të caktuar. Çfarë bëri? Më thoni çfarë bëri? Bëri atë gjë që u çot ditën që të gjithë kur e dëgjuan. Merr një trung peme, krijon një boshllëk në brendësi të këtij trungu, fut 1000 dinarët brenda në këtë trungun e pemës, e izolon mirë dhe hedh në det. Ja kam lënë Allahut, unë bëj aq sa mundem. Pse ishte stuhi dhe anijet nuk qarkullonin. Dhe thot, o Allah, ti je dëshmitar për kontratën që ka unë me filani, ka marrë borxh dhe ka një afat që duhet ta kthej. Mi po nuk mundem ta kam dorëzuar ty o Zot. E dini se çfarë ndodhi? Për ta treguar Allahu i lartësuar se çfarë bën Zoti i gjithësisë kur plotësohen amanetet dhe kur ruhen parimet, dhe për të marrë 2 burra dhe 2 njerëz si shembull dhe model se si duhet të jetë besimtari edhe në rrethana të vështira, edhe në momentet dhe rrethana të vështira, deshi Zoti i gjithësisë i inspiron atij tjetrit që të dilte edhe për në anën tjetër të bregun tjetër të detit. Del dhe shikon, nuk gjeti vërtet personin, por gjeti një trung pemë, tha ta marr për familjen time për të ngrohur. E hap aty dhe gjen një monedat dhe një shkresë të shkruar. Nuk munda të vija do të fizikisht, mirë po i dërgova me mënyrën më të mundshme. Pa bëj halal nëse kanë ardhur me vonesë. Pastaj në momentin e parë që gjeti anijen,
merr dhe 1000 moneda të tjera, sepse borxhi nuk kthehet duke me zoq, as me trum peme, por kthehet siç edhe duhet dhe shkon përsëri pasi ju mundsua dhe i thot ma bëj halal për vonesën, këto janë 1000 moneda. I thot mos valli ke dërguar borxhin. Thot o zotëri, thot nuk më mundsua të vija dhe ky është borxhi dhe nuk i përmendi që kishte dërguar në mënyrë jo të zakonshme. Thot ti ka shlyer Zoti i gjithësisë. Pra janë të shlyera, e borxhi tënd është i shlyer. Profeti në momentin që kur tregon profeti alayhis salam këtë ngjarje, filloi zhurma në xhami, filloi diskutimi mes besimtarëve, cili prej tyre të dyve ishte më madhështor, ai i cili për të qenë korrekt në afat ishte gati të flijonte 1000 moneda floriri dhe i flijoi realisht. Apo ai tjetri i cili i përfitoi për herë të parë dhe nuk i fshehu, sepse mund i bënte nga 1000 i bënte 2000. E ky është muslimani, nuk ka fe ai që nuk ka besueshmëri dhe nuk ka kredibilitet. Dikush tjetër gjën një thesar në tokën e tij pasi e punonte, e kishte bler atë tokë, e kishte bler atë shtëpi, thesar, i qyp me flori, dhe shkon me të shpejt tek i Zotit, tek ai që ja kishte shitur, thotë unë bleva shtëpinë, nuk bleva thesarët, çfarë kishte toka në brendësi të saj. Tjetri përsëri nuk i pranoi dhe i thotë unë shita shtëpi dhe çfarë kishte, dhe që të dy fillonin diskutimi dhe askush nuk i pranonte, derisa shkuan dhe u gjykuan tek një njeri i mençur dhe kur pa që nuk u jep të zgjidhje se cila palë donte që të ruante atë që është më e madhe se sa një thesar. Pikërisht kredibilitetin, integritetin, ndërgjegjen, pastërtinë, të qenurit i qetë, larg dyshimit. Thot, ore, edhe ti e ke një djalë dhe ti e ke një vajzë, pse nuk bekoni një lidhje dhe një martesë? Dhe kështu ndodhi dhe këtë pasuri u adhan atyre. Prandaj o vëllezër, sa shumë ka për thënë lidhje me këtë gjë. Dhe pasha Zotin e gjithësisë, nuk flasim tani nga pozicioni që vetë jemi të kulluar dhe kemi dalë këtu dhe gjykojmë njerëzit. Unë, po a them me bindje dhe me shumë sinqeritet, pasha Zotin e gjithësisë, ka patur momente dhe rrethana dhe situata ku i kam qenë ndoshta gati për të dalë prej gojës një fjalë që ndoshta mund të ishte një gjysmë gënjeshtre, apo një fjalë që mund të ishte një gjysmë mashtrimi, pse se ma diktonte një interes i madh në atë moment. Ma diktonte një interes shumë i madh në atë moment, o për të ruajtur nga një ku diun nga një paralajmërim apo nga diçka shumë e keqe, e rrezikshme, ose për të përfituar një interes. Dhe po i them, në momentin që jam përmendur, dhe në momentin që jam vetëdiesuar dhe që më ka mbrojtur Allahu i lartësuar, subhanallah, sa lehtë shitet feja. Kam thënë, me një fjalë goje, ti e humbet komplet besueshmëri, edhe hoxha, edhe miftiju, edhe ti që shkon në xhami, edhe ti që je besimtar të vendos kokën në sejdë, edhe ti që mëngjes dhe mbrëmje më thua xheneti dhe muslimanët. Po, do na diktojnë dunjaja, interesi, vështirësia do na diktoj situata të caktuara që të shesim. Po, besueshmërinë, këtë integritet, këtë kredibilitet që jemi duke folur. Pa këto parime, na ruajt Zoti, dhe na bëftë Allahu i lartësuar të qëndrueshëm, dhe na bëftë Allahu i lartësuar parimor, dhe na bëftë Zoti i gjithësisë i gjithë fokusi ynë me zemër dhe me mendje dhe me qenie dhe me gjithë potencialin, me këtë fe, me gjithë potencialin që na ka dhënë Allahu, të jetë vetëm me përqendruar te kënaqësia e Allahut të lartësuar dhe te ruajtja e këtyre parimeve. Dhe ke për ta parë se si do të lartësojë Zoti i gjithësisë, qoftë dhe pak vonë. Kurse interesi i shpejti në dëm apo në kuris të tyre parimeve nuk vlen, u a theme bindje nuk vlen. Allahu ju nderoft për vëmendjen, Allahu na mbuloft në mirësitë e tij, na ruaj Zoti këto mirësi, na bëft Allahu të pastër në shpirt dhe në zemër, na bëft Allahu të drejtë, të besueshëm në gjuhën tonë, në raportet dhe në marrëdhëniet tona, na ruajt Allahu nga mashtrimi, nga gënjeshtra, nga tradhtia, dhe lutim Allahun e lartësuar që Zoti i gjithësisë na ringjalli me njerëzit të cilët janë me të vërtet sidik dhe kujdes sidomos vëllezërit, motrat që janë në fushën e tregtisë, gjithmonë kujtoni për gëzimin e madh që profeti alayhis salam thotë, tregtari i sinqert dhe i besueshëm do të jetë në ditën e gjykimit me profetët
me dëshmorët dhe me njerëzit e vërtet, sepse është një terren shumë i vështirë, por me ndihmën e Allahut të lartësuar edhe disa orientime dhe udhëzime ne do të japim në xhumat e ardhshme. Allahu na të bof gjithmonë të botën mirësi, na lartësoft në botën tjetër në xhenetet e larta. Aqulu ma tasma'un astaghfirullaha al-azim li wa lakum.